أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin ton, Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin ton e falenderojmë për ti fale dhe udhëzime, kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin ton të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes së tij të pastër dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, ne vetëm se jemi duke u përshëndet dhe duke ia dhënë lam të mirën këtij muaji, elusim Allahun xhel xhelalu që Zoti on te bareke ve teala ta ketë pranuar këtë nder që kemi bërë musafirit të Zotit xhel xhelaluhu, e të na kurorëzon Allahu xhel xhelaluhu Ramazanin me falje të mëkateve dhe regjistrim të emrave tonë në ata të cilët bëjmë pjesë prej banorëve të xhenetit. Morëm shumë prej klasave të njerëzve të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i trajtonte secilin me kadrin e vet, me hakin e vet, me të drejtën e vet. Atje në fillim kemi fol për sjelljen e Muhamedit alayhi salatu wassalam me familjen e vet, me gratë e veta. Sot do të flasim me sjelljen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me gratë, po jo të vetat, po me gratë e muslimanëve. Nga se gratë është gruaja e vet, edhe gratë të tjerëve. Gratë e muslimanëve, domethënë gratë e sahabeshave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam u dërgua mëshirë për burrat, u dërgua mëshirë edhe për gratë. Muhamedi alayhi salatu wassalam kishte një trajtim të veçantë për gratë e muslimanëve apo për gruan në veçanti. Muhamedi alayhi salatu wassalam i ka veçuar gratë vetëm në disa prej përjashtimeve. Në të gjitha dispozitat gruaja dhe burri janë njësoj. Pra kur thot Allahu xhel xhelaluhu, aqimus salata wa atuz zakata, falni namazin dhe jepni zakatin. Formulimi gramatikor i fjalisë i ligjëratës nuk përjashton apo nuk vjen i veçantë edhe për gratë. E dietarët e muslimanëve kanë thënë, ku përfshihet gruaja? Kanë thënë ligj kuranor dhe ligj i hadithit. Çdo ajet dhe çdo hadith që nuk e thekson kjo veç për gruajën apo kjo veç për burrin, këtë vlen për bashkëta. Domethënë çdo ajet i Zotit xhel xhelal që urdhëron apo ndalon, bën diçka të preferuar apo bën diçka të urrëtur, krejt përfshihen barabar, si burrat si gratë. Kur veçohen gratë, kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thoje që kjo veç për gratë, atëherë përjashtohet. Përndryshe, krejt ligjërimi kuranor vlen si për burrat si për gratë. Andaj Muhamedi alayhi salatu wassalam tregoi një sjellje, karakter të lartë në raport me gratë e muslimanëve. Pra nuk të bëjmë këto gratë veta, e kryjmë me gratë veta. Tani do të shohim si sillej ai me gratë të shoqërisë. Si sillej me njerëzit kur i vinin prej domthonë prej rruge. Vinte ndonjë plak apo vinte ndonjë grua e shokit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, si i trajton taj dhe si u ajm të hakun në të drejtat e tyre. Dhe ju e dini se gruaja në para 200 viteve ka qenë diskutuar në Europë e në shumë prej ligjeve të njerëzve se gruaja çfarë statusi ka. Tash kanë filluar domthonë prej ardhes së liberalizmit e pas revolucionit borgjez francez ta trajtojnë gruajën me një farforme të domthonë pak më të çmuar. Përndryshe më herët kush lexon histori e din se nuk e kanë bërë mall gruan. E Muhamedi alayhi salatu wassalam prej fillimit të vet e ka trajtuar gruajën derisa ka ardhur hadith se janë të barabarta me gratë, pos ku i ka veçuar me burrat, pos ku i ka veçuar Allahu subhanahu wa taala. Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që kanë dhënë Imam Tirmidhiu nga Amr ibn al-Ahwas, thot kemi qenë në hax me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thot dhe mbajtat hutbën e gjatë që e quajmë hutbeja lamtumirse në haxhin lamtumirës, sepse mëson me ka bësh një hax. Ajo ka një parë dhe i fundit alayhi salatu wassalam. Edhe prej fjalimit të gjatë që e ka mbajt, dhe mund ta paramendojë se aty ka qenë mbi 100.000 njerëz, duke u drejtuar dhe duke u fol. Pra sigurisht ka fol këtë njerëzimit, sepse pejgamberi në atë hax ka thënë, kallzoni çka kum thanë unë, kallzojini të tjerëve. Çka keni pi mua kallzoj ju? Andaj sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë pas vlerën e transmetimit për pejgamberin alayhi salatu wasallam.
Nga ky fjalim i gjatë, pejgamberi sa ndër fjalit ka thënë istau ala wastausu bin nisa'i khaira. Po ju porosis publik para kejve, po ju porosis që të silleni me gratë mirë. Kanë thënë dietarët në koment, pra do më merrni gratë e juve në konsultim, këshillohuni me gratë e juve dhe silluni mirë me gratë e juve. Kjo ka qenë porosia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në publikun më të lartë që e ka pas. Në haxhin lamtumirës para këtë njerëzve, që do më thonë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka çmuar rolin e gruas në shoqëri, nga se nuk ka shoqëri e fortë, stabile, e moralshme, vetëm se ky moral dhe ky stabilitet buron për gruas. Apo dhe në një vend ku gruaja nuk është stabile, nuk është e qëndrueshme, nuk është e familjes, ajo shoqëri, ajo familje nuk është e fortë. Apo nga se gruaja nana, është motra, është tezja, është gruaja, andaj halla, këtë e përbën, kjo gruaja. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, silluni mirë me gratë, po ja u la amanet, nga se këtu ka ardhur istausu wasiyye, wasijet po ja la, testament po ja u la gratë e juve, silluni mirë me gratë e juve. Gjithashtu, hadith se kanë thënë Imam Tirmidhiu dhe Imam Ebu Dawudi nga Aisha radhiyallahu anha, thotë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thënë innaman nisa'u shaqa'iqur rijal. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, gratë janë copëndar e burrave, janë njësoj. Shaqiq i thon arabët kur e ki dikan vëlla apo motër prej një nanës apo prej një babës. Nuk e ki edhe pi babës edhe pi nanës. Nëse ki veç pi babës apo veç pi nanës i thon shaqiq. Pse? Se e ki një copë pi atina. E pejgamberi alayhis salam ka thënë, gratë janë pi kujt janë të martë. Ka thënë hadith tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gruaja është krijuar nga briri i Ademit. Nuk ka dalë pitije, ka dalë prej njeriu, ndonjë njeriu burri s'mban pa gruajën dhe gruaja s'mban pa burrin. Dhe këtë hadith kanë dhënë dietarët, ka dashur pejgamberi sa të përcjell mesazh tek njerëzit se gruaja është e barabartë me burrin të gjitha të drejtat, pos me përjashtime. Domthonë sot e dini vëllezër, thirrët për barazim të burrit dhe gruajës. Po kjo është e pamundur. Jo që sheriati s'don, krimtaria s'do. Krimtaria e njeri, krimtaria e gruajës nuk e lejon ata. Domthonë gruaja për nga natyra. Andaj mëson të ta shohim gratë ka thujt çelç. Shishe xhami. Pse? Sa jo thyet shpejt. Për shembull një gruajës një fjalë më ashlu me një arkan ajo. A burri nuk ka i tillë. Andaj në natyrë nuk janë të krijuara njësoj. Burri është i njohur për nga vrasësia, është i njohur për nga fuqia, është i njohur për nga stabiliteti në disa punë, ndërsa gruaja është e njohur për disa vende të tjera. E në këtë hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e ka për qëllim që gratë trajtohen barabartë si njerëz. Si njerëz. Pas ku i ka veçuar Allahu në krimtari, e pastaj ka ardhur sheriati i ka veçuar. Apo andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka bërë të barabarta në trajtim. Tregon Ummu Ammara al-Ansariye se ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ditë edhe i ka thënë ja Rasulullah, çka puna e grave? Veç burrat po përmendën. Veç burrat po përmendën Kur'an. Ti po del me burrat luftë. Ti po flet me burrat, ti po rri me burrat. Ka thënë, pisho gratë po përmendën fare. E shikoni vëzër këtë domthon trajtim të lirë të gruas në pranit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Vjen gruaja edhe deklarohet, paraqet një kërkesë. Edhe çfarë kërkesë vëzër? Që ka të bëjë me Kur'anin. I ka thënë ja Rasulullah, burrat, ku janë gratë? Pse s'përmendën gratë? Hadithin ka transmetuar vëzër Imam Tirmidhiu. Thot dhe kur ja kompërmen këta, ka zbrit fjala Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an në surën El Ahzab, ajeti 35. Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Dhe në fund të ajetit që kjo e dhe i ka bo burat në kitë të veprat e mira barabar. Qele surën Ahzab, ajeti 35. Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, vërtet muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të bindurit dhe të bindurat prej grave, ata çka japin sadaka prej burrave dhe ata çka japin sadaka prej grave, sabërlit dhe sabërlijet, durimtarët dhe durimtaret,
Wal khashi'in wal khashi'at, ata nga burrat që i tutën Zotit dhe ato nga gratë që i tutën Zotit. Apo Allahu xhelal ka përmendur pastaj wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, ata që japin lëmosh dhe ata të cilët japin lëmosh për grave. Wasadiqin e para është për ata që i besojnë Allahu xhelal xhelalu. Was-saimin was-saimat, ata që agjërojnë dhe ato që agjërojnë për grave. Pas e ka thënë wal hafidhin furujahum, dhe burrat që e ruajnë moralin e vet dhe gratë që e ruajnë moralin e tyre. Wadh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirat, burrat që e përmendin Allahun shpesh dhe gratë që e përmendin Allahun shpesh. Këtu s'ka po përjashtim Allahu xhelalu asnjësen. Këtë barabari ka fut. Apo mi po këtu vëzë mungon vetëm një rol që nuk o përmend këtë ajet. Cili është vëzë? Që nuk e ka përmend Allahu xhelalu vetëm luftën. Veç nuk ka thënë wal mujahidin wal mujahidat. Krejta vepra tjera i ka fut Allahu xhelalu barabar. Umara të regon se unë u ankova, Allahu u përgjigj. Që ku janë gratë? Gratë janë barabar me burat në të gjitha veprat e mira. Po s'ku s'munën me ba. Pasaj thëtë Allahu xhelalu ala a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adhima. Dhe këtu i ka përfshi me një përemër. Këtu i ka përfshi me një përemër. A'adda Allahu lahum, këtë qytinve Allahu ju ka përgadit shpërblim të madh, burra dhe gra. Pra ku është vlezë gruaja në Islam? Është nivel shumë të lartë. Është nivel shumë të lartë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përmendëm te gratë veta, po do të shohim edhe gratë të tjera të muslimanëve i ka trajtuar në nivel shumë të madh. Kjo ka qenë për trajtimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëzër, pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikur që ja ka marrë besën burrave me dorë, ja ka marrë besën edhe me grave besatimin, bej'an, pa dorë. Ka zbrit Allahu xhelalu në surën Al-Mumtahina, ajeti 12, thot Allahu te bareke ve teala: "Ya ayyuhan nabiyyu, idha ja'aka al-mu'minatu yubay'naka." Thot Allahu te bareke ve teala: "O ti pejgamber alayhi salatu wassalam, kur të vinë ti besimtarët gra dhe dojnë me ta dhënë besën." Dhe zër, ku është ideja e besës? Pse i jepet besa me dorë? As mjafton njëri me thonë unë jam musliman, edhe mjafton. Pse Allahu që ka thonë jep ja besën, besatimin? Ka thonë dietarët, nga se kur ja zgjat dorën, edhe i thu në emër të Zotit, po ta jap besën, kjo është më përkujtuese në zbatimin e veprave. Apo se pastaj mund të më thonë dikush për shembull, ta zona, kur është ngec, nuk i ban punë si duhet. Atër ka mundësi shejtani më ia inspiru një ide, mi thonë, po mos të kumdhan besën në tije. Po unë jam musliman, mos të kumdhan besën. E Allahu xhelalu ala, për me mbrojt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka thonë lipja u besën. Ani pse jam musliman, lipja u besën. Çfarë do të besën, vëllezër? E ta zgata i dorën. Që nëse ai ngec në vepra, i thu, as po të vën marrë se ma dhave dorë. E kështu i ka ba Allahu xhelalu dhe për gratë. Thot Allahu te bareke ve teala, nëse vin gratë me ta dhënë besën, që mos t'i bajnë Allahu shirk, asnjë sen, wala yasriqna dhe mos vjedhin, wala yaznina dhe mos bajnë zina, dhe wala yaqtulna auladahunna dhe mos t'i vrasin evlat të tyne, evlat e vet, wala yatina bi buhtanin yaftarina. Thot Allahu xhelalu dhe mos me bë biftane, mos i bëj iftiradën i grujës. Thot Allahu xhelalu fabayi'hunna, atëherë nëse ata e plotsojnë besën, jep jau besën. Wastaghfir lahunna Allah, dhe kërko falje te o Muhammed për ata gra te Allahu te bareke ve teala. Tregon Umejme ibn Ruqayqa radiallahu anha, thot kemi ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gratë të ensarve, mi ia dhan besën. Edhe i tham ja Rasulullah, kemi ardhur me ta dhan besën në përputhje me ajetin që të ka zbrit. Pra, nuk i bëjmë shirk Allahut, zvjedhim, zbojmë zina, si vrasim me vlat, zbojna iftira, nuk ta kundërshtojna urdhin ti asnjëherë. Domethënë, dojna me ta dhënë besën. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë fi mastata'tunna wa ataqtunna. Sa të keni mundësi dhe sa të keni takat. Pra, jo për te takatit. Atëherë kanë thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam janë më të mëshirshëm ndaj neve. Ata kanë ardhur me dhënë besë, pse më ka thënë, tamam, mirë, po sa të keni takat. Jo për te takatit. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka thënë, mirë, po unë nuk ju flas grave për dorë. Shikoj vëllezër, kanë ardhur me dhënë besën. O besë vëllezër, çka ka kjo besë? Besë për me
me shku deri në fund, deri në vdekje me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Mi po pensam ka thënë inni la usafihu nisa. Ka thënë unë nuk ja u hap dorën grave. Ka thënë mirë po fjala jeme për 100 gra ja u dhash besën, ose si fjala ime ndaj një gruajes ja u dhash besën. Pra, sikur ju ka thënë, u kry kedhi ja u mora besën. Me një fjalë, s'u ja u hap dorën. Apo, andaj gjithashtu Aisha radhiyallahu anha tregon se kur vinin gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me ia dhën besën, i thonë te pejgamberi alayhi salatu wassalam, u kry e mora fjalën e juve, intaliqna faqad bay'tukunna. Shkoli tash se ja u mora besën. Mirë po për me ek dyshimin, se do kanë thonë po mos ja prakëm dorën. Tash ato në xhailet i kanë prajk dur. E Allah e ka bë burri gruaja që ka mahrem vëllazër, se jep dorën. Nuk e jep dorën. Po ka disa ignoranca që sillen se kjo është e shtrënguar me radikalizëm, janë edhe palavra. Pe jo zan publik ka thënë. Kanë ardhur me dhën besën për me dek. Ka thënë ke në rregull. Dorën se u hap. E tregon Aisha radhiyallahu anha. Thot vinin gra dhe gra një pas tjetrës dhe grupe ja jep një besën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në përputhje me ajetin që ka zbrit. Apo dhe ju thonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se u amora besën. Thot Aisha, kur dora pejgamberit sallallahu alajhi wasallam s'ka prek grua të huaj, që se ka halal me prek. Pos grave të veta. Apo njëri thot pa në emision me vëlla ka dal, duhet se ka çare. U kjo ka pejgamber Allah. Kjo ka pejgamber. Çiki mos ka rol më të madh që ka dalë në televizor aty. Thot korritet se apo aty duhet emisione me zbukuru. Mundesh me dal pa ja dhënë dorën. Apo mos pari shumë për emisione me zban me dal. Fare. Ama hoxha më ja dhënë dorën ngryes huj. Kjo s'ka ndodhur në histori vëllazër. Nuk ka ndodhur kur në histori. Por vetë historinë tonë që po ndodhin çuditëra. Andaj thot Aisha, kur dora e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam s'ka prek dorë të huaj, ma messet, po e lexojmë arabisht, ma messet yedu rasulillahi sallallahu alajhi wasallam yad imra'atin qattu. Kjo vëzë qattu Aisha po do me kallzu diçka. Dora e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur dorë të huaj, të gruajes, kur se ka prek. Njëri thot, po a ka maran se çikaç? S'ka vëzë. E për malet zmote sapi. Njëri thot, po në punë ja kuptu Allah, ka armi a dhon besën me dek. Pe e mësëm ka dhon u krije, pranova fjallën. Dorën s'ta jap. E mirë, njëri në dhon, punë zori. Po punë zori, ma zori se sa me ta dhon besën për me dek, s'ka. Mirë gjitha ta ka dhon, jo dorën, s'ta jap dorën. Inni la usafihun nisa. Dora jeme s'prek dorë gruje. E lusë për Allahun që Allah t'i ruan intimitetet tona, e t'i ruan dorët e tona. Andaj pejgamberi se në vëzër, ka thonë hadith, ku jemi tani te dora. Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, me e prek njani, me e mor njani një hekër në zet, me një hekër në zet, me e nxe e mirë, me e kuq, me e nxin, edhe me e mor me e shtinje mit dis kafkës, në trun, në kryje, është ma e letë se mi azgat një dorën e vetë, një dorës grujes, që se ka halal. Ti ku të më punë e holla kjo? Nuk o punë e madha dhe zë. Mi halal në dorën, dikujna, që se ki halal. Allahu gjelore ka ranu shumë këtë punë. Andaj Aisha radhiyallahu ka dash me tregue se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i lartë këtë aspekt. Kur s'ka dhënë dorë. Kjo ka qenë prej tatimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si është vëllazër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me gratë në kuptimin e dobësisë së tyre. Tregon Anas ibn Malik se kemi qenë thot me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në një prej udhëtimeve. Thotë edhe kemi pas me veti një djalë të ri i cili dinte me kënue poezi. E kishte emrin Enjashe. Thot edhe dihet se Arab kanë udhëtuar me deve, e deva vëllezër, sikur që vetura nuk ec pa lampë djegse, pa benzinë dhe naftë, devja nuk ec pa iknuar. Apo devja, si më skënosh, s'hec ajo. Qështu e ka marrua, e ka kriju Zoti xhelel xhelal. Duhet me knu, e ajo provokohet prej të knumës edhe hec. Qështu ka kriju Allahu xhelel xhelal. E ky Enjashe a konti i knu deveve që të ecin, apo? Që të ecin, janë konë në rrugtim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E tani ai shka di me knu poezi, vëllezër, ai hinë del ku smunët si cili, apo? Ka hi të thur poezi, poezit janë konë për devët, poezit janë konë për gjithshme. Apo, duke përshkujt bukurit Allahu xhelel xhelal, duke përshkujt vendet e kështu me radhë, hip po mnalt, e zërit të mposhtë, e kështu me radhë që ka për poezive,
Mirë po kur ka fillue, do vonë me e rrit nivelin e poezijës, edhe e ka zbukuru zanin, ju ka drejtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë: "Ya anjashatu, ruwaydaka sawqan bil qawariri." Ka thonë alayhi salatu wasalam: "O anjashak, ma ka dale se i theve xhamat." Këtu çelçat. Kanë ka vëzë xhamat, thot Ibn Hajar al-Asqalani, Imam Nevawiu, thot e ka për qëllim gratë. E ka për qëllim gratë. Ka dale se i theve gratë. Pra kuptimi i theve çelçat. Thot Ebu Kulaba, thot ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një fjalë sikur na mja u thon juve, ju na kishë ofenduar neve. Por që më para më vëzë sikur pejgamberi sa mos i kishton grave çelç, xham, i hom. Mos më paskon hadith, me thon dikush tjetër. Ebu Kulaba ka xhimri ulemave, ka thon subhanallah. Pejgamberi ka thon do fjalë, mja u thon na juve, pa ju ka thuçi hadith, ju na ofendoni neve. Pse pi thuti çështu? Mirë po pensam, ki ka dash me ka dhënë vëzër, se do një njerëz nga ignoranca i bojnë disa vepra, që pensam i ka leju, ata kujtojnë që kjo është prej fejes e kundërta. Ata pensam ka thonë, ka dale, o anjëshe. Thonë, mirë, këna ama i theve xhamat. E kush janë xhamat vëzër? Kush o çelçin këtë rast? Kush o shishën këtë rast? Gruaja. Sa ato kanë qenë të hipura në deve. Në transmetim të tjetër urfuk bil qawariri. Ka dale but me xhamat. Nëse xhami vëzër, nëse e shtyn, thejet. Kanë thënë dietarët, pse i ka thujt gra xhama dhe pse i ka thënë ma ka dale? Kanë thënë dietarët, e ka thujt gruajën xham, sepse gruaja, domthon, është si xhami në zbukuri, e zbukuron jetën. Pa gruajë njeriu vëzër, ka ardhur transmetime se kur e ka krijuar Allahu xhelala Ademin alayhis salam, edhe ka lëshuar në xhenet, ka thonë çka e ki xhenetin e Zotit xhelel xhelalu. Jo dunjaja, xhenetin. Sillu, pshtillu. Si vjen interesant kur gjë. A mund të para muzë? Se nëse sonë krijon surën çish i do këtë xhenet. Para mënoj ti me ta dhon kit shkupin, me kitat mira çka i ka. Ama me ti shpras këtë njerëzit, hiç, mos më lën as një njeri, edhe as një gruaje. A vjen interesant? Zjen interesant. Interesant dhe zëreban qytetin, ajo dëndësia e njerëzve, a qarkullimi i njerëzve. Interesant shtëpinë e ban prania e grujës. Apo nëse njëri janë vetë shtëpi, e ka shtëpi në pallat, o s'ka ta gruje. Ademi baba i njerëzimi është portreti i këtë njerëzve. Sillu pshtillu, Allahu jo e ka thënë, o Adem, sa do të bëj mirë diçka. Allahu ka dashur mi ka thënë se çtash ta bima çka plotsohesh ti. Atëra ka rënë me flet. Kur o quë, Allahu pi brinit Ademit e ka kriju e havën. E kur ja ka nis me ardhë interesant xheneti. Tash i ka se tash ardh gruaja apo? E pastaj me gruaje normal, çish bëhet jeta interesant, ndodhin dhe krizat. Se gruaja apo, për shembull beqari nuk i vjen jeta interesant, po kur të martohet me sanena, ja nis me bë gabime që si ka bënë beqari. E andaj Ademi nuk e hangër pemën ndërsa ardh Havaja. E kur ardh Hava, a shkojmë të që ajo pema se si dijet. Nuk i dijet çka është ajo pemë. Andaj tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, aty që kanë dhënë Imam Buhariu, mos me pasën Havaja s'kish tradhtu gruaja kur. E këty çka tradhtu vëzër? Ademi ka ditë që pema e ndaluar. Po gruaja vëzër vesh një herë ta thot një fjalë. A e provojna? U kri. A shkojna për shopping? E çon botën pesë sa ta çoje. E çështo vëzër. Megjithëse pa ta zbohet, ka një herë edhe me ta, çështo, duhet me menaxhu. Andaj pejgamberi sa më ka thonë, kujdes me gratë janë pi brinit. Banë drejtove thehet. Me lanket zban pa ta. Apo ç'a duhet me bëj vëzër? Herë ashtu, e herë kështu. Andaj pejgamberi sa më ka thonë, kujdes me xhamat, kanë thënë dietar, sepse xhami është pasqyrja. Është ajo bukuria e botës. Mu paskon vëzër bota veç me burra. Çish po dojnë tash me e bë këtë smujën, me e bë klishme, apo? A ve dash me dash. O zbad Allah. Nuk bëhet Allah, nuk e ka falë ashtu. E çka duhet me bëj vëzër? Na duhet me luftu këtë punë nëpërmjet familjes. Ne jemi njerëz familjes. Nëse më kanë thonë jam familjar. Unë e du familjen. Andaj ka thujt gratë shishe, çelç. Pse vëzër? Sepse me ta zbukurohet jeta. Me ta zbukurohet shtëpia. E pastaj kanë thonë, pse i ka thonë mabut me xhamat? E para, kanë thonë dietarët, për shkak se ai të knu poezi, gruaja e dop si xhami. Nuk duhet xhamin si gurin me gjujt shumë me çekan, që ai me uthi.
pak e shtin, thejet. Apo madje atmosfera ndonjëherë nxat e ftoft e thën. E keni pa xhami vëllezër? Xhami ka mundsi, avullohet shumë për nxatit. E pastaj vjen një ftoft i shpejt e thën. A ndodh kjo me xhami? Nxehet shumë, ja ban hazër, veç pak një ftoft e thën. Qështu o gruja, ka ndonë djetartë, e ka qujt qelq, edhe ka thonë ma ka dale, se qelq i thejet shpejt. Pak një fjallë, e ki pa një fjallë, ja thu grujës, minjarja njës me kajt. Pastaj që ti me kajt, pastaj ti dush me qecu ata, pastaj vec ti jetë të kajt. Qështu a dhe? E ta silë, ta pështilë, ti jetë cerë fajtori. Nuk ka problema jo, ato janë më të forta. A në vëzë ka thonë, unë e që ditë në me gratë. A ti tjetër ka thonë, unë e që ditë në me gratë. Burin, hazin, buri vendost, luft del, në shpis së një ndronë më abitën. Vëllaj ka njerë, sahabë ju ka ndodhë, luft ka dalë dhe zërë, me shpat, të luftue, gruja vetë ja ka ndru mendimin. Ata nuk ka njëri thot, ma ka ndru gruja mendimin, kjo është vesi madhë. Nuk ka vesi madhë, vesi keq. So vesi keq, jo në shpat, jo mu ba komplet me ba ata ministre, kriministre, jo. Mirë po, mu konsultu me ta. Andaj për nga mësëm tha, unë quditna, vjen buri i fort, di muhabete i ban, thot kjo mesele pak du të me këshirë dhe njëherë. Pse o vla, e ka ndru menën, andaj duhet me pas njeri kujdes. Andaj për nga mësëm ka ndonë, i tha but me gjamat, pse se fjara ata e qfar, e thyjen, gruan e thyjen shpejt. Andaj për nga mberi se në vezër, e ka pas përselim këto që, ato janë më të ndjeshme në fjalë. Ato janë më të ndjeshme, edhe në fjalë zbukuruse, po edhe në fjalë në nënçmuse. Por që ajo më shpejt kanë, po edhe më shpejt dalldisët. Apo lastosët më shpejt ajo. Andaj besoj ka ardhur në hadithe për me pas kujdes kur vjen dëxhalli me gratë. Pse më vëzë me pas kujdes me gratë? Për shembull vjen ai, thotë çfarë doni me ju gratë? A e dini sa kërkesa ti kanë? Tak. Keni pa kur të në pazar ti? Hin duqanin e tollovit duqanin ke. Edhe si blen më sa njerëz i xhelpan. Blej mërë diçka se gjuna të lovit, burë jo ma indjeshëm burë jo ma indjeshëm plus ka pak e ma vetën me fodullok a ke pa ma shpejt e krym punën sepse kështu i ka kryu Zoti Gjele Gjelalu a dhe tha ma ka dale se gjama thyjën shpejt e dyta ka ndonë djetartë i ka thonë ma ka dale me poezit se i thënë gjamat sepse ti tu knu poezi e nëzit devën me ecë ma shpejt e devja kur t'ja nise me ngajt e rëzën grujën sepse shpejtësia nuk e duron gruja si kur buri vetura dhe zërë nësot në botë shemull. A ka ma shumë bura që dojnë me e drejtu veturën shpejt a gra burat nuk mund ishti me gjitha ke ba sot dhe zërë edhe në biznis e kanë këto trekti thojnë këshire një vetur bleje që e ka vozit një gruje se e ka rujt ajo e ka rujt apo thojnë shko këshire a gjithë në një plak gjermane që e ka vozit se e ka rujt nëse ka morë dhe një tjetër e ka shkatru krejt e për mësë ka dale me devët se këto se ne durojnë shpejtësien apo, andaj burë e ka mon e ka hugjumin, e ka mu dhanë ma shpejt a gruja e ka ma ka dale kështu e ka kryu Zotit e bare kjo vëtjara kështu e ka kryuar Allahu gjelle dhe ka ndonë djetartë, kjo është tabiati i tëre por shemull në kujdesin që këtë apërme një hadithin në kujdesin ndaj fëmijës a ki pa që i shbanë sabër dhe zërë me fëmijën a i gjitha të telash i abje fëmija për mi krije i hip për mi kuzhin i hip ja prapton dyshemet, ja prapton tavolinën e prapton, këti prapton a i thotë ma nanës kur t'hinje buri qka ban mund odhë me përplasë për mura ata për dishka të vogël apo a i nuk ha gjithë ditën buk a i thotë ani hajde 2-3 saat hajde ha ti i thu a i të hanga si të hangë qumë ledhe hajde qështu t'ka kriju Zoti qështu i nuk ban me ndruhe a ke pa mu ba keni pa njerëzit kur mund odhë një burë mu ba si gruja se qa me përlej dhe 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 s'ka hi e tije ama kur kush nuk i thot grujës se ka, ajo ban sabër tanë natën dhe zërë e trazon ajo ban sabër apo, e buri, ku të njëse fëmija me ka dhe zërë gjali veta, Allah e ka që e vlat i thot grujës vetë, që ti edhe dili jashtë po ku dalin Allah këta jashtë tu ku dalin, grujë, o të e vlat i jot këshinë dhe zërë farë vrashësie e për mësëm ka thonë but me këto se këto shpeci nuk e dojnë e dojnë ka dale, kështu ka kryur Allahu të bare kjo e tëra tregon e Buhurajra hadithin që kanë drejt imam Bukhariu se pejgamberi s.a.s. kur i ka lavdruar grat i ka lavdruar me disa cilësi thot pejgamberi a.s. khairu nisa'in rakibn al-ibl grat më të mira që kanë ecë me deve janë grat e mira të kurejshve
Pastaj ka thonë ahnahu ala waladin fi sighari. Ka thonë sa, sepse janë të dhëmshura, janë të buta me evladin e vet gjatë familjes. Pastaj ka thonë dhe më mirë t'i ja ruajnë burrit privatësinë, dorën, ekonominë. Kanë thënë dietar i ka lavdëruar gratë pejgamberi sa këtu me dy cilësi, këta dy hadithe nga xher Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Çka ka thënë alayhi salatu wasalam? Ka thënë gratë më të mira, këtu e ka përcjell për Kurajsh, apo sa e kanë dofol Kurajshve. Po kjo vlen për këtë që e kanë këto cilësi. Ka thënë gratë më të mira janë me dy cilësi. E para, ajo e cila e këshire vladin. E këshire vëzër sot që kanë bëhe, nuk dojnë gruja me këshire vladin. Nuk dojnë me rritë e vlad gruja. Thot gruja duhet më kanë biznesmene, më kanë trektare. Vëzër gruja nuk ka problem më kanë edhe trektare, edhe biznesmene. Së përmësam Khadijën e ka pas trektare. Apo, dhe gratë e muslimanve kanë bëhe trekti. Kanë bëhe trekti. Zenebi ka bëhe trekti. Gratë e muslimanve kanë bëhe trekti. Edhe kanë punue. A nuk është problematike. A nuk ka problemi kur dojnë më ndroj rolet. Zmaat burë dhe. Ti qysh, a mund është ti dhe zë, meret shumë. Jo, se ti gjinsu një jep, fëmijës. Me e ble qumshtin. A mund banë sabër, 2 vjetë mi adhan qumshtin kada kadal. Fëmijës ta, burë, mere provoje. Jo 2 vjetë dhe zë, 2 ditë së më banë ti sabër. Ajo 2 vjetë e ushqenë me gji. E pas ta e ushqenë me buk, kadal, ja copton, ja zbut, ja jep. Ja copton, ja banë përqesh, apo, a i thëjnë përqesh, se e përzin, kadale. Ne zbojnë a sabër. E përsa më shka tha, gratë më të mire janë që janë ahneh, janë dëbuta. Këtu ka arë ahneh, e mbulon me mëshirë. E mbulon me mëshirë. Asa dhe zë psikologjia që ka thot, psikologjia atim dhe që ka thojnë, gruja du të me dalë, ja shpijes, jo mrejnë a shpijes. Që ka thojnë dhe zë? Thojnë, shumica e traumave të fmive, që shtu thojnë psikologët dhe zë. Merë lezoj që ato psikologët. Thojnë, shumica e krizave mendore të fmive, edhe krizave, do më dhënë, në karakter, është i debalancuma, i shregullum krejt, ka anarkin sjellje. Çka thojnë? S'ka pas nanë të mëshirshme. S'arritaj me emocion të nanës, se di çka o nana. Sepse baba vëzër së përqon emocion. S'ka mundësi me përqon emocion. A në njerëzit e kanë edhe në traditet e tëre. A ke pa dikush kur, për shembull, na e kena, për shembull, e lutmi Zotin. Po njerëzit në traditet e tëre kanë ndryshme. Për shembull, a ke pa njerëzit kur janë të lodhshëm apo kur smuën, çka thot? A thot, "O bab?" Jo. Çka thot? "O i nan." E pse thot o i nan? Se pi vogël nana e ka rrit. Andaj më tha, gratë më të mira janë ato që janë më të buta me vladin. Edhe e dyta, ja ruajnë dorën burrit. Kanë thënë dietar, çka është për qëllim këtu? Ja ruajnë dorën burrit. Kanë thënë nuk ja shkapërderdh pasurinë. Apo, se ka gradë, se nuk janë prima të mirave. Gruaja e mirë se vallëzë, gruaja ekonomike, e cila e di se du të me mbledh parën, jo du të me shkapërderdh. Ka për shembull, ka gra që të ema burrin vetëm dyqan. Apo, vetëm dyqan e ma. Thotë une, për ditë, çka dale e re, du të me shku me ble. Kjo nuk ka ekonomike. Ekonomike vëzër me erujt dinarin, që me erujt. Jo më bo koprac, jo më bo koprace, por me erujt shpijën. Andaj ka thënë alayhi salatu wasalam, gratë më të mira janë ata që e ruajnë vladin kur ai vogël, edhe burrit ja ruajnë ekonominë, dorën, pse? Sa i lodh raskapitet, edhe vën gruaja pa kur fardhimte. Apo andaj madje tregojnë tregtarët. Thotë shumicat e seneve shtrejta suni shesna mu kanë veç me burrat. Ama thon veç fola ajo tjetra pi përmas, edhe veç kjo blejet. Bleje. Veç do bleje u kri mua veti, apo ti dhu shtrajtve se s'ne pagujna. E ka bleje thot filanja duhet edhe unë me ble. Zban. Dhe zë, gruaja e mirë, cila nuk po këtu tash njëri thot, blej mesatar. Ama duhet njeriu me formu raport me gruën e vet. Sikur që i ka formu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Cila ka raport me sa? E përmendëm kur i kanë thënë, ma shumë harxho për neve. Allahu i zbrit ajetin. Mos e ngushtoni pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mos u ngushtoni, s'mund me dal për te likurës vet. Ai është përgjes për një numër të madh të njerëzve. Andaj kështu i ka trajtuar pejgamberi alayhi salatu wasalam gratë e muslimanëve dhe i ka mësuar në këtë edeb. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam i pedit tregon Abu Said el-Khudriu se ka ardhur një gruaje te pejgamberi sa dhe i ka thënë ja Rasulullah, burrat po ngojnë ders pe ti shumë. Po mësojnë Kur'an, po mësojnë hadith. Ne gratë mbetëm mas.
A ka mundësi me na e caktu neve një ditë veç për neve me na majt ders? I ka thënë pejgamberi alayhis salam, ijtama'na fi yawmi kadha wa kadha. Po, mbledhuni ditën filan ditën në filan venin do të vimi ju majt ders. Dhe ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ju ka majt ders dhe ju ka ligjëruar edhe i ka mësuar ligjet e Allahut te bareke ve teala. Prej gjërat që ka ardhur në këtë hadith, ju ka thënë pejgamberi alayhis salam, s'ka dhe një gruje për juve që i rrit 3 evlat e i vdesin ato vetëm se banë mburoj prej zjarit Allahu xhelalu ala. E një gruje ka thënë, ja Rasulullah, e 2? Ka thënë edhe 2. Edhe një transmetim tjetër edhe 1. Apo këtu që ka ardhur, e përmendëm se disa për njerëzve dinë veç për çik, është edhe për djalë. Kush e edukon një djalë apo një vajzë? Nësa këtë hadith ka ardhur dhe vdesin 3. Vdesin pa gjunahe. Dalin për para Zotit e pengojnë nanën e vetë për zjarit. Ka ardhur transmetime se pejgamberi ja ka thonë këta, qase i ka pasur mesin e tyre ka pasur disa prej grave, të cilat ju ka vdekë vladi. E ka dashur pejgamberi në pjesë të ligjëratës ta futë edhe këtë ngushëllim. Pra ka dashur me ngushëllu për shkak se janë të dobta. E i ka premtuar pejgamberi xhenetet e Zotit subhanahu wa taala. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam kur i ka ligjëruar grave mos shumti që i ka përmend në ditën e Xhuма edhe në ditën e Bajramit. Elusi Allahun që në këtë Bajram Allahu t'i gëzon këtë muslimanë këtë që janë. Tregon Xhabiri, thotë kemi qenë në Bajram dhe ka qenë traditë që pejgamberi në Bajram t'i nxjerr edhe gratë me cikël. Ju ka thonë hajdi, ama mos hajdi nga xhamia, s'ku falmi, te musalla. Po rrini pak më anash. Po këshirë gëzimin e muslimanëve. Sepse ju e dini, gruaja me cikël zguxon me arë në xhami. Kjo është mendimi i shumicës së fuqahave të muslimanëve, Abu Hanifës, Shafiut, Malikut dhe Ahmed ibn Hanbali dhe ndjekësve të tyre. S'lejohet me arë në xhami me cikël. Nëse ka prej grasët e leçojnë këtë punë. Vjen me cikël në xhami dhe të rri pa arë në xhami. S'ban me arë në xhami. E pa pastër. Nga transmetuar Abu Davudi ka thënë pejgamberi mos vinë në xhami gratë me cikël. E pa pastër. Apo mirë po në Bajram ka thonë hajdi ama rrini pak më anash që mos përzirë ata që kanë të pastra me ato pa pastërta. Edhe thot Xhabiri derisa e falte namazin, nga se e dinin namazin në Bajram falet një namazin më zani mahet khutbeja. Thot e falte namazin, pastaj ju folte burrave, pastaj shkon te gradë dhe ju folte. Dhe për një fjalime thot që e mbaj mend që ju ka thonë kështu. Ju ka thonë o ju gra, jepni sadaka shumë, sepse ju jeni mos shumti që jeni në xhenem. Ju jeni mos shumti që jeni në xhenem. Atëherë i kanë thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e thuhet se u ka çuni gruaje nga mesi i mezhlisit, një gruaje me faqe të zeza, ka qenë domethënë prej grave të zeza, dhe i ka thonë ja Rasulullah, e pse na jena mos shumti prej banorëve të zjarrit? Pra ka mundësi me ditë arsye, na burra dhe gratë apo nisoj? E tash pse na gratë jena mos shumti banorëve të zjarrit? Atëherë pejgamberi më ka kallzuar arsye. Shikoj vëzë, ka thonë li ennekunne tukthirne shekete wa takfurne l'ashira, sepse ju gra e hajt tash ato se kanë mohu këta. A mund me mohu dikush në botë të një grujq këta? Ka thonë sepse ju shumë e teproni me ankesa edhe e mohoni të mirën e burrit. Pastaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse një anës pi juve tan jetën një burr i ban mirë, pastaj gabon dikun, thot kur sa ku pa hajrin tije. Por që këtë arsye ka thonë ju jeni mas shumë të nxjarr. Dhe këtu vëzër e ka përdor pejgamberi e shkesën. Shikoj vëzër, tabiati i grujës është mu ankue. Apo derisa kur kanë ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kanë ardhur me tu lip si çallat det nevojën e vet. Çat shumë kanë fol, kanë ardhur, thot e ngritëshin xhanin te pejgamberi, do ta vim te Omeri. Ka një ditë për ditë Omeri e ka pa gra shumë aty. Tu fol. Ju ka thonë Omeri, kur ka ardhur Omeri, ato kanë hyrë mas perdës. Dhe Omeri ka thonë, o armike të vetvetes. O armike e vetvetes që ka drejtu grave. Në tut një mua si tut një pejgamberi sallallahu. Ato i kanë thonë, ti je i vrasht do Omer. Ti je i vrasht, e përsa mo i but. Apo, e ditar kanë thonë,
Aja kanë qu zanin që Omeri ka thonë oj armike e vetvetes, apo oju armike të vetvetes? Jo, se kanë qu zanin, po kanë thonë se ne kanë mujt tabiatin e vetë. Qysh, kur janë 10 gra folin këtë për një herë, se ne kanë mujt tabiatin. Edhe kur ka hi Omeri, shkejnë të babë kështu, shuni, edhe kanë hikë mrejnë ato. E ki papë se kur folin 20 gra, për një herë folin. Ti hi, tu kush me kanë ato folin këtu? Ankesa, rrëfime, ngjarje, hini, dul, filanja, aja pave, ase pave. Burrat nuk pa kështu edhe. Megjithëse kena marrë pi tabiate, Allahu na përmirësoj të gjithëve. Folin 5 veta për një javë. Ka dalë, le njërin të folë. Ta kryaj, mos ani tjetri. Tregon Aisha radhiyallahu anha, ka qenë për traditë të të folur. I qartë, i kulluar, e ka përsërit fjalën. Dhe kur ka fol tjetri e ka ngue. Derisa ka në transmetime që i ka thënë, shikoj se kjo e debi i dialogut. Nëse na mundson Allahu dhe njerë të flasim për gjendjet e pejgamberit. Çi ka bëu dialogaj? Derisa i ka thënë njerit, a e kryte? Fa e debi. A e kryte vëlla? Ndoshta ki më ka thënë diçka. Kur thoje po e kryta, atë ka thënë ngotesh. Shikoj se kjo andaj ka ardhur te grat ankesa e madhe, sheka, ankesë parat, ankesë përket, ankesë parat. Ka dalë i mod. S'mundet tash, për çdo sa më ankue. Sabër pak. E ka, andaj ka thënë pejgamberi, e kemi marrë hadith, e kemi shpjeguar. Pejgamberi ka thënë naqisat uqul. Menën e kanë të mangët. Dietar kanë thënë, shumë prej njerëzve e keq përdorin këta, do një herë njerëz për padijes, do një herë dikush s'ka lexuar del fol do çka s'duhet. Zëm këtu nuk ka thënë të mangë këta në mendje se që punon truni. Që punon truni grave dhe mendjes ta merr. Jo, hiç mos morzi për atë punë. Jo, dhe inteligjencë e madhe është. Vallahi, dhe shoqë ka vërtetuar shkenca dhe medicina se kanë tru të madh. Edhe ka mi po, çka ka dash për këtu më thon? Ka thon jamun nefsi. Njëri vezër është i përbëm nefs, ego edhe tru. A ki po të njërë vezër njëri janë i meqëm. Këtë hadith për nëzame ka përdor të fjala çudi me juve e mujni burrin e meqëm. Çush e mujni o vezër? Realisht tash, qiko. Fol burri me grujen. Menët i kanë barabar. Janë pajtu djetarë se menja burri me menën e grujen e njësoj. Truni. E ku dallon vezër? Nefs. Cili e ka nefsin më të fortë? Burri ban më shumë sabër. Apo, andaj vezër, a e lip burri grujen e dorës e qikës, a e lip qika dorën e burrit. Nëse tash në Evropë e ka ndruar. E marton, ajo e lip këtë, se i ka letra. Ama në bazë që shohë vezër, burri e lip grujen. Burri, e mirë, kujt ja lip o vezër? Ja lip babës. E mirë, pse e ka bo shëriati me ja lip babës? Ka shku me një vezër. Sepse gruja e dop, ka mundësi me të parë në herë thot po, pa e këshirë, qëfar djalja, qëfar burja, e dop ta. Ma djetë njerë tutët me thonë jo, që shtuan gruja. E del burri se e ka nefsin e fort, thot jo, ta këshirë. Edhe me dash me talan thot jo, këshirë ma vonë. Pse? Se e ka nefsin e fort. E qka tha për jëmësam? Tha ju e shpeshtoni ankesën se nefsi jo i dop, egoja e dop. Apo, ja mun nefsi trunin, jo që s'ka trun ajo. Andaj këta mësë, asë njerë vëzë mësë mendori që gruja e mangën trun. E asë që ka thonë për jëmësam për këtë arsye. E ka pas për qëllim se nefsin e ka të fort dhe ja mun nefsi, e ka të, që shpejt vjen nefs, shpejt vjen në dorëzim. Kjo ka qenë për traditës të cilën pejgamberi s.a.s. e ka pas. Pastaj çka ka thonë? Ka thonë dhe e mohoni burrin. Ka në transmetime se dikush prej sahabëve ka thonë ja Rasulullah, se këtu pejgamberi ka përdor tekfurne, bëni kufër burrin. Se fjala kufër vjen mulim. E ka thonë ja Rasulullah, e mohojnë Allahin? Jo, ka thonë jo. E mohojnë burrin. E si e mohojnë burrin? Ka thonë pejgamberi a.s. nëse njarës prej tëre i ban burrit të njëtën khajr, e dikun, po s'mune të vëzër sahme të bo mirë me burrit. Gabon dikun. Wallahi kemi pas raste, Allah i falë, këtë muslimantë dhe neve. Nga të rejsa për këtë e këtë. Për këtë e këtë, wallahi, mara me kaldu për shka e në rokë. Ama nuk o problem se janë në rokë, probleme se dojnë muda me fmi. E ti thu, o gjata të nësën e duraj këtë punë. O vla, për kur gjohishme nuk o kjo. Aja dhe të nuk e duruë. Por shka i në rokë, o dhe zërë? Por shka i në rokë? Por kur gjohish? U dhe të raskapiteve të punu e dhe për një diqka se se kum ble, s'ka halë pitije.
Nuk van kështu. Andaj pejgamberi tha, jepni sadaka shumë, si ju kum pa në zjarr. Ju kum pa në zjarr. E pse vëzë gjua ti hub veprat. Andaj Muadhit kur ja ka thënë pejgamberi këtë Islamin, në fund çka i tha? O Muadh, a do mi rujt punët e tua? Tha po ja Rasulullah. Ja kapi gjuhën. Nuk i tha me ruje gjuhën, ja kapi me dorën e vet, ndershme. Ja kapi gjuhën mrena, tha ruje kët. Shikoj vëzë, edhe gruas tande. Thuj, ruje gjuhën, se shkojnë veprat, shkojnë namazi vallahi, shkojnë agjërimi. Andaj kujdes, këshira burrit, mos e mundo burrit. Ai tan ditën raskapitet, tan ditën ka punë me njerëz, edhe tash shkon te shtëpia i gratit do me pushu valla pak. Apo, ajo pin kuzhinë ka një llaf. Ka një. E pastaj ka dy. Pastaj pse mos më ndodh problemi? Ai ka ime pushu valla, ka dale. Pastaj fjalë ndryshme, nuk kemi këtu për mi përmend detalet. Mi po vallahi prej gjërave të kota, me 3 fëmijë. Me 3 fëmijë vjen thotë du më do. Po çka më do valla? Zina, jo. Muslimane, po. E familjes, po. E çka ki jo valla? Ja, se duroj. Po çka se duron valla? Nuk shlohet më gruaja për kurrë hiç. Nuk shlohet, nuk dahet pi burrit për kurrë hiç. Edhe gruaja me lip njerë talak. Se duhen e këta. Ka dale. Sabër, me sabër të kalon vëzë. Jeta është sabër. Mane me vëzë. Jeta është durim. Andaj ka thon Aliu, dhe këtë transmetohet nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se gjysma e imanit është sabër. Ramazani a ke mujt i magjuru pa sabër, po kuj që ka pi ujë vëllai. Ne kemi, jo thot, apo të munon, po munon. I po njerëz kanë thot se ni hiç ni numën. Tamam, kjo është për me kallzu, ama nuk ka si se ni në vëzë. Mos meni ti para iftarit nuk i bën ato probleme, ti i tenie. Apo, i teni shumë i tenie. Se me pan, apo jo ujin, cigarën e nin. Apo, cigarën e nin. Se mi të volë tash halal haram. Po e nin, të munumën. Mirë po, me qka e të i kalon? Me durim, me sabër. Ka dalë, vjen iftari. Qëtë vëzër, shiko. I 29 të iftar. Apo, me qka e ke kaluën? Me durim. Qështu dhe jetë e kaluët? Me durim. Andaj kanë thonë disa predjetarë, kërë kanë vetë, qësh me mrinë gjenet, ka thonë ku të mrish, dërë të një vend, thu që edhe pak, nga to. Që, nga to. A keni pa kur të njësësh me fëmijë diku? A thonë, ato fëmijë në stap, a mrinë ma vi? Që i thutë, që babi? Ti gjithë 800 kilometra, që? Pas e saj dhe qka? Vallaj dhe gjenetja që shtu. Që vla, mrinëm, që edhe shket dit. Që edhe sot falmi edhe, nuk i dijet. Që edhe pak, edhe veç kur ta kshifsh, i ke bo 70 vjetë, dush më përshëndet. Allah në mundëso më përshëndet me imani, Rabbel Alemin. Andaj pejgamberi alayhis salam çfarë tha? Tha, o ju gra, i jepni sadaka. Thot transmetuesi Ebu Said el-Khudriu, dhe ka ardhur nga Enesi. S'kum pa sikur qatë dit që kanë dhanë altan e vafe, e qafore, gratë e muslimanëve. Deri sa thot e kum mat, burat edhe gratë, ja u këshin shku gratë. Që ka dhe zërë? Se i ka folë për nga mësën. Ka do keni kujdes. Apo, anë dhe duhet njeri më morë me grujën e vetë, më morë me gratë e vetë, më morë me nëndën e vetë, më morë me mëtërën e vetë. Jo, mu lanë ato me kullot që i shdojnë ato. Jo, ka dalë me edep, me tërbije. Duhet njeri më kanë, duhet më kollë burri, ato me konsultu grujën. Ama në fund, ti e pret, jo ajo me prej. Ti e pret. Thot, Ebu Saidi, thot, i hekshin valë për i veshve. Qaforët me veti, kretja kanë thonë për nga mesam, për çka vëzër, me pështu pizarmit. Allah në më shofë të gjithë pizarit, ja Rabbel Alemin. Kjo ka qenë vëzër, prej asajtë se ne ka përmend djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu vëzër, të regon Zejnebi, gruja Abdullah ibn Mesudit. Dhe gjënë e këtë razë vëzër. Thot, Zejnebi duke të reguar mëshirin e pejgamberit s.a.s. se si kanë zitë për sadaka gratë. Të regon Zejnebia, thot një ditë për ditëve, e dëgjuam fjalimin e pejgamberit s.a.s. duke thanë, jep një sadaka o ju gra. Thot edhe buri jam ishte fukara, Abdullah ibn Mesudi. Dhe shiko dhe zër, Abdullah ibn Mesudi, hoxha i sahabeve, fukara. Nuk ka konë sikur ditët e sodi. Sot ka ndryshu në gjendë. Thot edhe buri jam ishte fukara. Thot edhe nësi e dëgjova fjalimin, i thash burit tem. Unë i kam do altane, do qafore. A bandë të t'i jap tyje, se ti i fukara. Mi po, tash gruja, mi dhamë burit. Atëre, normal, a ka qenë burë, se ka qenë fukaraz, dhe më thonë, Abdullah ibn Mesud vezër është një ndër sahabët më të mëdhenj çokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëri ka thonë, shkova te pejgamberi vet. Shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot shkova, thot mbike pak marre
qish mi thonë, ja Rasulullah, a ban t'i jap sadaka burrit tem? Gruaja mi thon sadaka burrit. Thot kur shkova, e gjeta një gruje e kish pas një ciklet si une. Pje ensarve. Të e vetë, për për çështjen e njëjtë. Thot kur shkum, e gjetëm Bilalin të dera. Thot edhe na vike marre me e vetë, se për nësam u konë, i kanë thonë, Muhab. Që të më dhe zërë Muhab? Që shumë i respektu shumë, sikur Amr ibn Asi. Që ka thonë dhe zërë? Ka thonë, së në këshur që janë ftirë për respektit madhë që ka e kishtë, a.s. Nësa sot njëzë dhe zërë, s'kanë respekt, as për djetarë, as për hoqë, as për hafëz, shlojnë fjallë liga, fjallë poshtra, pasaj thirën Kur'an, thirën sunnet, shajnë hoxalat, shajnë djetarë, pasaj do të hoxonet dutije, s'ki nevoj hiq me mdashtë. S'ki nevoj gjua e likë, s'ka nevoj as pejgamberi a.s. për gjuën tane, s'ka nevoj për qamët e tua, s'ka nevoj Allah dhe vënzam për arrogancën tane, ka nevoj për dije, ka nevoj për urësi, ka nevoj për davet, ka nevoj për thirje. Ama për arroganca, për me kazu se ti e ma trim, na i dina trimët, na i dina azganët, ama i dina dhe tucët, ama trim Facebooka, ti me kazu a që unë e diti shka, e pasaj një e marrë me mpytje, hoxha be, e po hoxha, po nuk ka toj talë jo dhe, duhet njëri mu kanë burë, tama mu kanë burë, mi pas hije burnia, kur e shlën fjallën, kur e matë fjallën, pse? Se dhe zë kjo jetë, që ka të shka të kjo gruje, thot në vike marë mi folë se i madhaj, a.s. I thash Bilalit, o Bilal, vete për nësam, me dhanë se da ka për burrin, mos i ka zë kusht ka vetë, se marë, mos i ka zë kusht ka vetë, thot dhe e veta, edhe dul Bilali, edhe ini Bilali, dhe i tha, ja Rasulullah, 2 gradë ndërë, po vesin, kështu dhe kështu. Për mësëm ka pyet, kush janë? I ka thonë mësëm, Zejnebja. Bilal i ka thonë, Zejnebja Rasulullah. Ka thonë, eju Zejneb. Cila Zejnebe? Se kemi shumë Zejnebe na. Kena shumë Zejnebe. Ka thonë, Zejnebja gruja Abdullah ibn Mesudit. Ka thonë, thuaj po. Bile i ka 2 shpërblime. Shpërblimin që e ka burr, edhe shpërblimin që e jep sadakaja. A lejot gruja mi dha sadaka burrit? Po, da. Qysh lejot? Lejo dhe ka mundësi mu kanë pasanik e gruja, e mu kanë burri fukara. A lejot, e mirë, a lejot burri me dhanë se ta ka grujës? Jo. Pse? Se burri e ka obligim me rujt grujën. A gruja se ka obligim me rujt burrin. A ki qartë? Gruja se ka obligim me rujt burrin. A burri e ka obligim me rujt grujën. Do më dhanë, a ka mundësi me a dhanë zeqatin gruja burrit vetë? A ka mundësi me a dhanë zeqatin dikujna të cilin nuk e ka për kujdes? Po, regullë, gjdo kush që jep sadaka apo zeqat, dikujna që ka se ka obligim me rujt, ja jep. Gjdo kush ka e ka obligim me rujt, a ban ti mja dhën gryës tane zeqatin? Jo, se e silë të gjepi jo, tapet. A ban mja dhën e vladit? Jo. A ban mja dhën babës? Jo. Se e silë të vetja. A ban mja dhën vlavit? Po. Se e shpin veti. Andaj tha për jamësam, lehuma e gjëran, 2 shpërblime i ka, edhe të sadakajës, edhe e ka shpërblimin e asaj se e ka burë. Kështu i trajton të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Gjithashtu pejgamberi aleyhi sallatu wassalam i nëzit të gratë e muslimanve që të bëjnë tesbih, të përminë Allahun shumë. Andaj të regon Jusejra radiallahu anha, thot një ditë për ditëve, thot e dëgjuan pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam duke në këshiluar dhe për pjesëve që ka në këshiluaj në tha, o ju gra, përmbajuni të sbihut, thuni subhanallah, subhanallah, u e tehlil dhe thuni alhamdulillah, dhe thuni la ilaha illallah, thuni la ilaha illallah, u e taqdis dhe thuni subhana al-malik il-quddus, thuni subhana al-malik il-quddus, u e kudne bil enamil dhe bani të sbihin me gishta, sepse ato gishtat do t'ju kërkohet gjevab ditën e kiametit. Allah i ka me vetë gishtat e njerit e kiamet. Qka kini bo? E ato kanë më thanë, të spina ka më menev. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanal malik. Pas e ka thënë alejhi salatu wassalam, wa la taghfalna fatansil ar-rahma, dhe mos u bëni indiferente ndaj dhikrit e ta haroni rahmetin. Kanë thënë dietarët, pse i kanë ditë me bëj shumë tasbih vëllazër? Sepse gruaja vëllazër shumë puni ka në shtëpi. Apo nuk del në xhami shpesh, nuk del jashtë, edhe i bie shumë me kalu të shtëpia kohën, apo ajo dërsa punon në shtëpi dhe në kuzhinë, çka mundet me bë? Tasbih.
Ata ka thonë, bani të spi, ka thonë dhe bani me gishta, se Allah ja u vet gishtat. Kjo s'do më thonë se s'ban me bo me rruza, ama ma mira me bo me gishta, sepse rruzat jesin dunja, a trupin e merr me veti. E Allah ta ringjall trupin, edhe ju thot gishtave, çka keni prek? Runa zot dikush ka prek zina, ka prek dikush hajdutri, ka prek dikush paret kamatës, e dikush deli gishtë thot, o zot, tan ditën me mu subhanallah ka thonë, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allah i baf gishtat tona me të cilat përmendet Allahu xhelel xhelalu. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe në fund vezë si ka thujt, ka thonë mos e harroni dhikrin, se dhikri o rahmet. Vezër, a ka më mirë se njëri tan kohën me përmend Zotin e vet. Sigur që i përmendin tan kohën njerëzit shefat e vet. Shefi jam, krijetari jam. Apo mshtinin punë, në nxjerrë pi punë. Ma dha rogën, s'ma dha rogën. Knaqet e përmend. Kur vin, a ke pa zemra i shlon. E vëzër, s'ka më mirë se me përmend El Melik, ai i cili mbret i ketëve. Subhanallah, la ilaha illallah, subhanal Melik el Quddus. Sepse këto gishta vëzër kanë mu tha një ditë në vorr. E pastaj Allahu na ringjall prap. E këto gishta pastaj Allahu i vet. Leçi i vet vëzër, ju thot folni. Folni çka keni bë. Sepse vëzër qafiri e mohon. Po s'kum prek gjuna, s'kum prek gabim. Allah do të folni ju. Antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay. Thot Allahu xhelalu ala në gjuhët e lëkurës. Thot lëkura, na dha Allahu gojë, çish ka dhënë çdo sejnit gojë. Vëzër që kjo lëkura që kanë të goja që tu, me të si më po flasmi, Allahu inshallah na fal ku kena gabuar. Ja Rabbel Alamin, se unë sidomos kum fol shumë. Apo po edhe ju që keni dëgjuar. Mirë, që kjo goja që tu vëzër që u bë. Çka dallon pjesa e lëkurës te koma? Ai çka e ka qatë që tu, e çon çatje. Apo a është vëzër njëri për bën piçelizave, pi atomit. Çeliza, atomi, neutroni, protoni atje mrena, që e lëvizin qelizën. Qeliza e synit me qelizën e kamës, çka dallojnë? Tu dihet janë qeliza. Pa Allahu asaj të kamës i ka thonë duroti më shumë. Këtij të synit ka thonë reagoti më shpejt se plunin, se je ndjeshme. A ke pa ti të vjen një pluhën në sy, e krun gjithë ditën, fërkon. E mirë, e shkel me kam, shkel në ras, edhe kama duron. Pse? E njëjta qelizë. Allah i ka dhënë urdhër qelizës të kamës, ka thonë ti duro, se du të me të shkel me tyje. Njëri do me shkel me tyje. Apo, a kështë e mujtë me sinë, vëzër, me nejtë, si shëri me kam? Jo. Apo, Allahu që e ka qelë që tu gojën, e qelë dhe dikun tjetër. Sikur që e ka qelë që tu, e qelë të dora full. E lushme Allahu që Allahu trupat tonë mësë flasin, pos ata shka e knasin Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo ka qenë prej asajtë se ne ka përmend djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu të regon Esma bintu Umejs, radiallahu anha, thot, një ditë për ditë më ka thonë pejgamberi s.a.s. mua, ala uallimuki kelimatin tequlinahunna indal karbi, i ka thonë Esmajës, bijës e Umejsit, ka thonë, ata ti mësoj disa fjalë, sa herë që ti është në zorë, thuji. Ka thonë, po ja Rasulullah. Ka thonë, thuaj, Allahu Rabbi, la ushriku bihi shej'a. Ka thonë, thuaj shpesh kur ki zorë, Allahu është Zoti jem, Allahu të si baj kur gjo shirkë. Kjo vlezë për këtë njësë që kanë zorë. Kur je në zorë, qëfar do zori? Thuj, Allahu është Zoti jem. A i ka me mnimu muë. Dhe ka qenë prej traditës pejgamberi s.a.s. Se herë që kur ka pas zorë, e kush për neve s'ka zorë, vlezë. I lusë për Allah që Allah të ne i largon zorët tona, në dunja e në akhirat. E zori maj madhë është në akhirat, vlezë, kur dalime për para Zotit, subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi alayhis salam sa që ka pas zorë ka thënë la ilaha illa Allahul azimul halim. La ilaha illa Allah, Allahu është i madhi i butë. La ilaha illa Allahu rabbul arshil azim. Nuk ka zot që meriton adhurime përveç Allahut, Allahu është Zoti i arshit të madh. La ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Allahu nuk ka zot që meriton adhurimin askush përveç Atina, Zoti i qiejve, Zoti i tokës, Zoti i arshit bujar, Zoti i arshit të madh. Kjo vëzër është duaja e El Kurab, zorit. E i ka thonë besam Esmajës, atë të mësoj. Që kjo vëzër, se ka pas grujës, kur gjo? Grujë muslimanë. Ka thonë, të mësoj do fja, të bojnë dobi. Andaj ka arë nga Esmaja, ka thonë, gjithmonë e këmë thonë këtë dua. Dhe më ka një mua Allahu Gjelluala. Që kjo vëzër njëzit, kur kanë zorë, hujum të aje, hujum të ki. Ani nuk ka problem. Mirë po, para sebepeve, është Zoti sebepeve. Ja Rab,
ja Rab, o Zot. E pastaj Allahu ta kryen nëpërmjet dikujt. Allahu që ka saktuar se për para kësajna e ka bëu Allahu te bareke ve teala që njeriu ta thret Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu vëllezër, pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka pas traditë që t'i lejon gratë muslimanëve të dalin në xhami. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam tregon Aisha se gratë e muslimanëve kanë prezantuar në namazin e sabahut duke u mbuluar me mbulesat e tyre dhe dilnin para se me u zbardh dita dhe nuk i kanë njohur prej terri. Dhe shumica e haditheve vëllezër argumentojnë se nëse e ka fal namazin në kohën e parë të hyrjes së sabahut. Derisa një ditë për ditëve tregon djali i Omerit, Abdullahu, thotë një gruaje e kish Omeri radiallahu anha, thotë që dilte shpesh në xhami. Dhe Omerit s'u bante çefi. Dhe një ditë për ditëve kësaj gruaje i thotë dikush, pse ti o gruaja Omerit po del në xhami kur e di se burri jot s'ka çef? Atëra ajo i tha, e pse s'po mnale atëra? Mos e se pas ka çef në të më thojë, s'ka me dal në xhami. Atëra i kanë thonë, po ai s'u po të nal sepse e ka dëgju pejgamberin sa duke thonë la tamna'u ima Allah masajid Allah. Mos i pengoni gratë Allah, mos i pengoni robreshat e Allahut prej mesxhidave të Zotit. Mos i pengoni gratë juve me ar në xhami, se ata janë rob të Allahut xhelalu ala. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam ju ka thonë dilni në xhami. Mirë po ka ardhur transmetim tjetër, mirë po mos dilni te filet të parfumosura. Dilni me, i thojnë ihtisham, me pas një lloj hejbeti gruaja. S'me dal çdo çdo kohë, mos me dal me provokim. Andaj ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam hadith, kur njëna për juve të del në xhami, mos ta prek parfumin. Çfarë mos ta prek parfumin, mos lyhet. Sepse ka ardhur hadith tjetër nga pejgamberi alayhis salatu wassalam, nuk del një grua e parfumosur prej shtëpisë së vet. E njerëzit janë në erën vetëm se ajo ka bërë kështu dhe kështu prej amoraliteteve. Ka thënë dietarët prej nxitjes drejt amoralitetit, jo që ajo është amorale, hasha wa kella. Pse dietarët kanë thënë gruaja nuk llogaritet amorale derisa bëhet me katër dëshmitar amoraliteti. Mirë, po këtu e ka për qëllim e nxit provokimin, e nxit amoralitetin. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk i ka ndaluar gratë që dalin në xhami, edhe nëse dikush pi burrave se ka pas qef. Dhe vëzë shohin shpesh pengesa. Ka pse për përmendëse. Ka disa burra bëhen më të devotshëm se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më të devotshëm se Abu Bekri, më të devotshëm se Omeri, se le grynë vet, hiç me dal kërkon. Kjo nuk është rregull vëzë. Gruaja ka drejtat si burri vëzë, por vetë ajo mbulohet. Kaç. Gruaja mbulohet. Andaj pejgamberi alayhis sallam ka thënë hadith, mos i pengroni gratë e juve prej xhamive, megjithse shtëpitë e tyre janë më hajër për ta. Më hajër për ato gra. Mirë po, a lejohet me pengu? S'lejohet me pengu. Pse? Ajo don me shiu namazin e xhamisë. Andaj thot Aisha, shpesh kemi dalë në xhumë, shpesh kemi dalë në sabah. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, nëse gratë e sahabëve kanë dalë në sabah, çka thu për ndrek? Në sabah e vëzhgjet tar. E ndrek, dreka më lejuar, nigria më lejuar, në akşam më lejuar. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka bë, domthon, të ndaluar për burrat me ndalu gruajën në pijamive, ndërsa gravi ju ka thënë falni në shtëpi më mirë keni. Çiko? Gjithmonë ka ekuilibër te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu vëzhgjet, pejgamberi alayhis salatu wasalam është interesuar për adhurimet e grave. Ku janë gratë me adhurime? Ku janë gratë me ibadete? Në ditë tregon Abdullah ibn Abbasi, thotë se ka qenë njëra prej grave Sinan prej Ansarve, al-Ansarije. Edhe tu kthi për hax e takon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam këtë gruaje. Edhe i thot, pse oj nana e Sinanit, pse s'ke dalë ti në hax me neve? Edhe i ka thonë kjo, ja Rasulullah, kështu nuk kishmi mundësi s'pata ndeve. Një deve e patë mshit, edhe s'pata mundësi, s'pata kërë, s'pata mundësi me arë. Atëri ka thonë pejgamberi alayhis salam, shikoj vëzhgë, t'ja zamencoj, ka pasë do me arë hax. Atëri ka thonë Muhamedi alayhis salam, fa umratun fi Ramadhana taqdi hajjatan ma'i. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, atëherë, mos s'ke mujt me arë me mun hax. Umreja në Ramazan të ban barabar si një hax me muë. Umreja në Ramazan është e barabar në sevap. Jo njëri se e ke që kuptojnë, shpesh e ke që kuptojnë. Ai shpirti ka merak,
umre në Ramazan është si haqj me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kanë thënë dietarët, është e njëjta sikur kul huvallahi, që është 1/3 e Kur'anit. 3 herë apo 3 herë kul huvallahi. Çish bën Allahu vëra dhe zërtu? Keni pa këto shkaktojnë me parë hatme? A keni pa çish me parë? 50 euro, 100 euro. Një hatme 100 euro. Do të sheni të fola aleo të sleo. Me parë sleo, pa parë leo. Aleo, për shembull njëri më thon, kam të taknu një hatme. Apo kam dikush thot, kom bë bejn Allahin. Si të mësos Allahu që këtë punë, kam me lexu Kur'anin një hatme. A lejohet me lexu kul huvallahin 3 herë? Edhe më thonë lexova një hatme? Jo, se kul huvallahi 3 herë ka shpërblimin e një hatmës, nuk ka një hatme. Andaj umreja në Ramazan i ngjan haxhit me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në sevap. Ajo nuk ka haxh me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Apo sikur që nuk ka kul huvallahi 3 herë një hatme. Nuk ka një herë një hatme. A duhet me lexu hatme ka pin harfin alif deri në kul a'udhu bi rabbin nas. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam interesoi për gratë dhe mundohej që më dhan alternativat. Së nge bahaz me mua, bandë një umre në Ramazan. Shpërblejnë Allahu Gjilluala me shpërblimin ati i cili ka bohaj me mua. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas zakon që ti rregullon çështjet e hyrjeve dhe daljeve mes grave dhe burrave. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith khairu sufuf الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. Ka thënë alayhi salatu wassalam, safi më i mirë i burrave është safi i parë, më i keq është safi i fundit. E safi më i mirë i grave është safi i fundit, e më i keq i vitër është safi i parë. E shumë njerëz që ne kuptojnë këtë. Dietar kanë thënë, çish kuptohet kjo vëllazër? Pejgamberi në fillim kur e ka çel xhamin, gratë janë fal me burrat. Janë fal burrat, më thani janë lidh gratë mas. E pejgamberi ka thënë, safi më i mirë i burrave i pari, e më i mirë i grave i fundit. Sepse i pari i grave i bie ngjit me të parin me të fundit me burrave. Andaj pejgamberi shikoi se ka rregulluar derisa ma vonë u ka pa vend veçantë sallallahu alaihi wasallam. Apo andaj shikoi se i ka nxit. No. Tash namaz është po runu. Se pejgamberi e ka ditë se mes burrave dhe grave kush nxit? Shejtani ose. Andaj ka thënë alayhi sallallahu alaihi wasallam, nuk vetmohet një burr me një gruaje, vetmohet vetëm se i treti është shejtani. Andaj ka thënë alayhi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufuf ar-rijal, safi më i miri i burrave është i pari, e i më i fundit i grave është më i miri. E sot nuk vlen kjo te na, se gratë falen veç. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka penguar që gratë të ecin midis rrugë. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam nga Ebi Usaid al-Ansariu, thot një ditë për ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam dul pi xhamie. Edhe i pa gratë midis rrugës, të ec midis rrugës. Atëra ju drejtu grave dhe ju tha, istakhirna, vanonu pak ju. Kur tini të ec rrugës, vanonu ju pak. Pastaj ju ka thënë, sepse ju se keni të drejtë me ec midis rrugës, an tahquqna at-tariq. Ju se keni hakin e rrugës me ec midis rrugës. Alejkun bi hafatit tariq, hasnin qosh rrugës. Thot Ebi Usaid al-Ansariu, pastaj i kum pa gratë qatë shumë e kanë zbatu këtë urdhër, sa që u përplashin për shpija të hesë në qosh. U banin viran, u banin me pluhën, pse vetëm më stejci midis rrugë. Kanë dhënë dietar, pse e ka bo këta pejgamberi sa? Se vetë kur ka përzierje, ka sharr. Andaj pejgamberi ka thënë grave, mos hasni midis rrugës. Rrugët i ka qosh. Kur ka shumë burra, mos shko mu përzi aty mrena. Dush më nej malal. E nëse është patjetër në rrugë, për shembull, po rruga e ketëve, atë shi ka qoshi. Largoju. Apo merrni anë ku nuk përzihesh me burra. Dhe se kjo ka qenë nga kujdesi i madh i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam për gratë e muslimanëve. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka pas prej domon traditës që kur ka fal namaz tregon Enes ibn Malik se pejgamberi alayhi salatu wasalam thonte un hin namaz edhe e baj një jetë me zgjat. Hin namaz edhe baj një jetë me zgjat. E dëgjoj të qarët e fëmijës e pastaj e shkurtoj namazin. E dëgjoj të qarët e fëmijës edhe e shkurtoj namazin. Pastaj ka thonë, sepse unë e di sa shumë dhem të gruaja kur kanë fëmija. Shikoj vëzër, kjo rahmet i madh. E shkurtoj namazin, jo qajtorën.
Jo, një thot, mos më çel telefon se jam i zan, tu lut letra. Jo, valla. Namazin ka thonë e shkurtoj, sepse kur e nit kajt më në fëmijës, e di se nana vet shumë ato mërzit. Ajo namaz, sun lëvrit, e unë e shkurtoj namazin, se e di se nana vet s'mban sabër kur të ka e fëmija. Ka thonë dietarët, pejgamberi ka dashur me kallëzu, unë e njoh natyrën e femrës. Unë e njoh natyrën e nanës. Unë e njoh natyrën e grujës. I dhimbët e vladi. Dhe shiko, e ka shkurtu ibadetin, megjithëse prap këtu dikush mos mendoj se neve na ngadrohen gjëra. Ai thot, "O xho, po shka u vota, shmita mi prun xhamia, mos mi prun xhami." Jo, Allah. Nuk do të më bëhet gjithë ditën. Par nër 7 vjet, jo me pru fëmijën në xhami. Fëmia ka mundësi ta ban urinë në xhami, Allah. Fëmia ban urinë në xhami. Fëmia ban telashin në xhami. Mi po dietar kanë thënë, "Çka për qëllim këtu?" Ka thënë, "Kur ka ndodh, ka ardhi kush me gruën, për e ka nitu kajt, e ka shkurtuar." Apo fëmia nër 7 vjet nuk vjen në xhami. Kjo është qëndrimi i ulemave. Kjo është qëndrimi i Sheikhul Islam Ibn Ibn Qayyim al-Jauziyjes, e Imam Malikut, do vëzë. Megjithëse ne kemi këtu do imam atje që s'kam mësuar kurkun. E kallzojnë ders. Apo e di unë thot hoxha se di. Subhanallahu. E debë njëri me pas nuk fol ashtu. Ftyr me pas nuk fol ashtu. Se di Imam Maliku, se di Ibn Taymija, se di Ibn Qayyimi, se di Imam Ahmedi, kush e di? Ky e di. Ku e mësova valla? Ku e mësova? Po njerëzit kanë ndekme për këtë ilm. Kanë ndru jetë në ilm. Apo njëri do të më marr xhamin me madhështi. Mi po këtu çka për qëllim vezër? Rahmeti i madh i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë unë e di sa i dhem nanës për evladin. Kjo vezër vlen tëra fushat. Ti edhe të shtëpia këta mundesh me zbatue. Apo kur e di ti se diçka, atë munu nanën karshi evladit tan. O shiroje, sosja punën më shpejt. Sa asaj i dhem çështja e evladit të vet. Gjithashtu vezër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka dalluar gratë me pozita dhe pa pozita. E ka pas për mësam një shërtore e cila e ka fshi xhamien. E një ditë për ditëve sahabët thonë vdes ajo. E sahabët thonë mos ta munojna për mësam sot të pushua, e varrosmina e për cjella. Për mësam një ditë, 2 ditë, 3 ditë, thotë ku është pastrusja? Ajo gruaja ka qenë e zezë. Ka thonë ja Rasulullah, zdes të më shqetësu, e varrosëm vdiq ajo, shkoj. Ja falëm gjenazën. Atë mësëm ka thonë, pse së më kini kallëzu mua? Që ka vëzër, grue, shërptore, e zezë. Gruje, jo burë, shërptore, e ka fshi xhamien, e zezë. Me gjitha ta ka thonë, pse së më kini kallëzu mua? Ka thonë, ku e kini varrosë? Ka thonë, që që atje. I ka morë mësëm disa shok, ka thonë, ajtë si me mua. Ka shkuja ka falë namazin e gjenazës. Edhe është lutë për ta. Kjo çka argumenton vëzër? Te për mësëm nuk ka i bardh i zi. Gruje burë, ka shpirt, ka ibadet, ka musliman edhe muslimane. Me këta i ka trajtu pejgamberi. Nuk ka trajtu. Andaj tregon Ebu Said el-Khudriu. Ebu Said el-Khudriu se kur kanë ardhur prej Jemenit, thot na shkum ka Abisinia. Shkum ka Abisinia. Kur shkum në Abisini, e pam Xhaferin. Xhaferi u kon pin Mekë atje ka shku. Ka ardhur luftën e Khajberit kur ashtiru ka armas. Thot kur shkum atje, thot e pam Xhaferin u takum, edhe na kallzoi se neve këtu na ka pru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E në mesin e kësaj grupe vëllezër ka qenë edhe gruaja e cila ka shujt Esma bintu Umejs. Thot edhe erdhëm te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot edhe fillon të shokë pejgamberi më than, tash kanë ardhur pi Yemenit, pi Abisini. Këto pi Abisini kanë ardhur te pejgamberi. Sahabët pin Mekë ka ardhur Medinë. Edhe thuhet se Omeri, edhe kanë ardhur disa transmetime tjera që kanë ardhur disa prej sahabëve kanë thënë ju s'jeni më haklit te pejgamberi se sana. Se na kena bëu hijrat pin Mekë në Medinë. Edhe kjo Esmaja i ka thonë jo, ka thonë ai kena 2 hijrete. Ju keni nejt me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ju ka këshillu, ju ka mësu. Ka thonë na kon në Abisini, në vend të shkavit. Apo në Abisini, në vend të shkavit. Ka thonë jemi kon të friksuar, të trishtuar. Wa kunna nu'dha wa nakhaf. Neve na mundonin dhe na raskapitnin dhe na trishtonin. Dhe ju e keni pas pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Atëra shkojnë edhe i kallzojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Se Omeri po na thot neve që kena pi Yemenit edhe pi Abisinias, ju s'jeni mangat me mësam se na jena mangat me mësam. Mësam ka thonë, e ju çish ja kthit Omerit? Kjo gruaja ka thonë, unë ja Resulullah i thash, na jena më hakli, edhe ja ka kallzu muhabetin. Atëri ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, s'jan
ata më ngatmue se ju. Sepse ata e kanë një hijret, ju i keni 2 hijrete. Ju keni shku në Abisini, pastaj keni ardhur te une. Këta Xhaferi dhe shokët e vet kanë shku pin Mekë në Abisini, pastaj kanë ardhur te une. Shikoj se këtë ngushëllim të grave që ka pas për mësa. Ka thonë jo, ka thonë ti e ke bën një udhtim pak më larg, ti e ke 2 hijrete. Ka vëzë çka argumenton? Se mësa mi ka pa ndjenjat e njerëzve. I ka pa ndjenjat e njerëzve dhe i ka mëshiruar. Gjithashtu vëzër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas tham tradit që kur i ka mbledh gratë, edhe ju ka bëhe ligjërim, o sill but me ta, derisa tham i ka ngrit zanat, edhe ka ardhur Omeri, edhe i ka thonë, o ju armike të vetëve, ju in armiq të vetvetes. Ka thonë, si ka mundësi me ngrit zanin në pranit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata janë mshef dhe i kanë thonë, inneke afadhu wa aghladu, ti e ka thonë shumë i vrasht, ti e majran, e mësam është i but. Ata mësam ka thonë, ihen jebnë në Khattab, ka dal, o biri Khattabit, ka thonë, walladhi nafsi bijedih, ka thonë betona në ata qka e ka shpirtin tem në dorën e tina, ma laqiyaka ash-shaytanu salikan fajja illa salaka fajjan ghayra fajjik. I ka thonë Omer, që shtu të ka kriju Allahu, se merr ti një udhë, vetë se shejtani e ndron udhën. Shtu të ka falë Allahu xhelal. Von, pse u tutën pi tyje, e su tutën pi mua, që shtu të ka falë Allahu xhelal. Ka thonë kur rrihetin njerëzit prani, kanë ndron. Dërsa Allahu xhelal ka po pejgamberin sa njëri të mëshirshëm dhe njëri të bukur. Vezë ka dhe shumë prej gjëra se i kanë përmendë dietar në raport me pejgamberin sa, gjithashtu pejgamberi e ka pas traditë që të bën thirrje për kujdesin e të vejave, të cilat kanë me pa burrin e tyre, dhe pejgamberi ka bë shpërblimin atij i cili kujdeset për një grua e cila s'ka burr, shkon ja këshir evlad, i çon parë, i çon pasuri e kështu me radhë. Ka thënë alayhi salatu wasalam, ai është i barabartë me atë i cili ban luftë në rrugt të Allahut te bareke, në luftë në rrugën e Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu pejgamberi sa i ka këshilluar gratë që domthon të kenë kujdes me hakin e burrave të vet. Do tani është sjellja e tij me gratë, pejgamberi sa shumë prej haditheve i ka thënë grave, kujdes me burrat e juve. Apo kujdes me burrat e juve, silluni mirë me burrat e juve, nga se keni hak të madh te ta. Gjithashtu vëzë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i ka ardhur një gruaje dhe i ka kallëzuar se burri vet veç falet, veç agjeron, edhe hisri me gruën e vet. E pejgamberi ka thonë, ka dalë burr. Ka thonë suneti jam nuk ka çështo. Ka thonë rri me gruën tane. Ka lako me gruën tane. Pastaj edhe falu, edhe agjero. Ka thonë nuk ka suneti jam vetëm me net, ajo ka menduar që veç falna, veç agjeroj, edhe apo derisa ka ardhur sa transmetimin i gruaj ka thonë, ja Rasulullah, a kam burr në as kam burr? Ate ka thonë, oj filane, a je martume ajo? Ka thonë, po, a e dini, filanin e kam burr. Ka thonë, po dhe, a kanë e martume? Ka thonë, pse po thua jam e martume as jam? Po ka thonë, si me pas, si mës me pas. A i gjithë ditë falet, gjithë natë falet, gjithë ditë agjeron. Ka thonë, shka, nësë si mës me pas. Ate ka thonë, thirmani këtu. Kër e ka thirë, ka thonë, kjo s'është rruga ime. Nuk ka rruga ime kështu. Rruga ime me fal, edhe me shku të familja. Rruga ime me agjeru, po edhe me prish. Rruga ima me nejt me gratë e tua, se ki gruje, ke thonë besën. Andaj vëzëm kështu i regulonte çështjet e grave të muslimanëve. Kjo dhe zërështë ajo se ka përmendë dietar, ka dhe shumë mësime, por se kohëna ka mbaruar. Elusmi Allahun te bareke ve teala se Zoti xhelel xhelalu na mundson që mos të im në hak grave tona. Elusmi Allahun te bareke ve teala Allahu na ban model për muslimanët. Elusmi Allahun te bareke ve teala Allahu xhelel xhelalu ajrimin ton Allahu ta ban qabul. Ku ja kemi qelluar Allahut na ç'problem ku do të kemi gabuar Allahut na fal. Elusmi Allahun te bareke ve teala se Zoti xhelel xhelalu muslimanët ku dishin Allahu të ndihmon fuqara skamor nevojtar Allahu ti pasuron. Elusmi Allahun te bareke ve teala se Allahu xhelel xhelalu në ditë të Bajramit Allahu ti gëzon të gjithë muslimanët, ti bashkon muslimanët. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.